Hey, orojt mos më keni harruar. I've really missed you. E di që mund të tingëlloj absurda. Fundja sa ko larg. Well, kjo është diçka që unë zakonisht të bëj. Marr të gjithë kohën që më duhet. Edhe nëse kjo do të thot vite. Ka kaluar shumë kohë që nga hera e fundit që kemi folur. E në fakt, shpesh herë e kam menduar se si do t'ishte ky moment. Jo pak herë e kam hapur kamerën e më pas e kam mbyllur sërish. Ndihesha e mbingarkuar. Duke bërë shumë gjëra për një herësh nuk arrija të bëja asgjë si duhej. Të paktën kështu mendoja unë. Të njëzjetat janë një periudhë shumë e çuditshme. Duket sikur janë menduar për të ndërtuar veten, jetën. Mbajnë të gjithë presionin e të qenurit ajo që njerëzit përreth kanë projektuar te ti. Të dukesh sikur e di se çfarë po bën, që ke çdo gjë nën kontroll, e të marrësh aprovimin e çdo kujt. Dhe mendoj se ky është vetëm një iluzion. Nuk po them që aty jashtë nuk ka njerëz që e dinë saktësisht se çfarë po bëjnë. Por ky rast nuk jam unë. Me studimeve e punës, jetesës vetëm, përpjekjeve për një jetë më sociale dhe ulje ngritjeve emocionale, krijimi u bë i vështirë. Më vjen për të qeshur kur përdor fjalën krijim. Krijim, si të thuash art. Në mendjen time ajo çfarë bëja unë dhe arti ishin dy botë të ndryshme. Në fund të fundit, hapja kamerën e filmoja përditshmërinë time. Një përditshmëri që shpesh më dukej monotone, e zakonshme, ndonjëherë edhe e mërzitshme. Dhe kështu krijimi, nëse duam ta quajmë të tillë, u bë i mërzitshëm, i përsëritur, pa një qëllim të saktë sepse po e bëja. Dhe kur fillon të mendosh kështu për diçka që ti bën, është shumë e vështirë të vazhdosh ta bësh atë. Doja që kur dikush të shihte videot e mia, të ndjente diçka. Perfeksionizmi që unë kërkoja nuk më bëri më të mirë. Thjesht më bëri të ndaloj. Kështu që një ditë ndalova. Ndoshta mund të tingëlloj dramatike, por në fakt nuk ishte ndonjë vendim dramatike as ndonjë moment i madh. Dhe rastësisht, videoja ime e fundit në këtë kanal ishte një sfidë. Të qëndroja një ditë pa rrjete sociale. Shumë prej jush më shkruat atëherë dhe më tha që e mora sfidën më seriozisht se ç'duhet. Dhe po, ndoshta kishit të drejtë. Sepse nëse ka një gjë për mua, është që e mendoj çdo gjë pak më shumë se ç'duhet. Në fakt, mendja ime është si një fabrikë që nuk ndalon kurrë. Analizon çdo gjë. Çfarë thash, çfarë bëra, çfarë mund të kisha bërë ndryshe, më lodh. Ose e lodhun atë. Njëra nga të dyja. Po mundohem të punoj për këtë gjë dhe të heq dorë nga gjëra që nuk më vlejnë. Gjatë kësaj kohe kam lexuar shumë mesazhet tuaja. Mesazhe ku më thoni që
Disa nga videot e mia ju kishin motivuar. Në fillim kjo gjë më bënte shumë të lumtur. Por më pas, fillova të mendoj diçka tjetër. Si është e mundur të motivoj dikë, kur unë nuk arrit të motivoja as veten? Kështu që mendova që ndoshta duhet të largohesha për pak kohë. Jo për gjithmonë. Në fakt gjithmonë e kam ditur që një ditë do rikthehem këtu. Por në mendjen time kisha krijuar një tjetër ide, një plan. Kisha vendosur të rikthesha vetëm kur të isha më mirë, më e suksesshme, më e qartë për atë që po bëj. Por ndërkohë që koha kalonte fillova të kuptoj diçka tjetër. Problemi nuk ishte që unë nuk isha perfekte, por sepse unë pretendoja të isha e tillë. Çfarë guximi. Well, ja ku jam sërish? U riktheva. Jo më e suksesshme, jo më e bukur, jo më e plot. Ende me të njëjtat pasiguri e me të njëjtat pyetje. Megjithatë jam gati. Të ndoshta duhet të jesh dhe ti. Hey,